Mirëmbrëma Nxhiro me Syqin. Sonte do të diskutojmë për drejtësinë, pasi drejtësia është themeli i shtetit, aty ku krijohen dhe kontrollohen të gjitha institucionet. Pra, pa një sistem të fortë drejtësie, me themele të forta dhe me besim, një shtet nuk mund zhvillohet as politikisht, as mund zhvillohet kulturalisht dhe as mund të ketë demokraci. Këtë nuk e them unë, po e thonë gjithë filozofët, politologët, dhe kështu është dhe eksperienca që kemi pa në botë me demokracitë liberale. Dhe sonte kam nderin të kem të ftuar Plarent Drecën, që është politikan, ka qenë deputet i parlamentit për një kohë të shkurtër, është njeri medias, analist dhe jurist. Do një njeri më të saktë nuk mund gjeja për të folë për drejtësinë. Në anën tjetër, ajo që unë i kam zili, sepse unë edhe ky malsorës edhe unë malsorja me origjinë, po ky ka një qetësi të çuditshme që në këtë tallavan mediatike dhe në këtë banalitetin mediatik, ky gjithmonë ka ruajtur qetësinë në debatet televizive, domethënë vulgaritetit nuk është përgjigj me vulgaritet. Dhe më kujton një fjalë të Ad Viganit, Gjergj Fishta, Viganit Veriut, që thot se i urti kur nuk mutet prej burnijet e jo prej tutet. Ta thash, jo pa qëllim këtë. Plarent, mirë se ke ardhur. Mirë se gjeda, ishte fillim shumë i bukur me Ad Gjergj Fisht. Po, për dieni, unë jam i thtar i tij, i Kolikit, edhe në përgjithësi i klerit, i letërsisë klerit katolik, jo për fe, se unë nuk jam nej besimtar, por për ditorin që kishin ato, për ndriçimin që idhen ato, dhe për shqiptarizmin. Edhe për shqiptarizmin, dhe unë e them absolutisht nuk jam njeri fetar, por e them që backbone, ajo shtylla kurrizore e kombit shqiptar, prap nuk e them për fe, është kleri katolik, sepse dhe ajo që ne duam shkojmë në Europë sot ishte ky kler katolik që kishte atë frym oksidentale. Besoj që Fishta, siç e them drejti, vegan, po dhe këta emra të tjerë vegan janë, po për të kuptuar se sa vinte peshore shqiptarizmin përpara fesë, mjaftojnë ca rreshta që Fishta i thot shumë qartë për se ata thonë që shqiptarët thonë janë musliman. Atëherë na, të krishterët, do i shkrim kryqet tona e do t'i bëjmë pluma me mbrojt vëllezërit tanë musliman. Po. Pra një prif që shkrin simbolin e fesë vet për të mbrojt shqiptarizmin. E fillu me drejtësinë, dolëm ke Fishta të shi që jo që unë e për dashuri, sa ai Fishta është kritiku nga Vatikani për arsye të shqiptarizmës tij, që ai vjen të kombin përpara fesë. Ja, këto rreshta e tregon. Dhe thot dhe gjë tjetër. Në vargje të tij ai ka shkruajt: O Zot, që gjuhen me rfen lisa e male kot, tradhtarët na lan pa dhe. Pra, arrin të vënë dyshim dhe Zotin që nuk i lejohet një kleriku, edhe ka pas kritik nga Vatikani për këtë, po prandaj është vegan. Megjithatë vegan është edhe Konica, edhe Kolikë, edhe gjithë, domethënë këta i përbëjnë atë që unë e quaj ai tharmi i rilindjes që krijoi shteti shqiptar dhe që fatkeqësisht ne masaj e zhbëm, dhe jemi ku jemi dhe sot. Po, do të keti bisedë tjetër për këtë. Plarent, sot po diskutohet shumë për drejtësinë, për reformën drejtësi më saktë. Dhe këtu kemi dy institucione, SPAK-un edhe BKH-n, që janë të krijuar nga ndërkombëtarët. Përpara kishim prokurorinë e krimeve të rënda. A ishte një dublim krimi SPAK-ut dhe çfarë bëri SPAK-u ndryshe nga prokuroria e krimeve të rënda, dhe ishte nevojshme kjo apo mund kishim reformuar më mirë prokurorinë e krimeve të rënda? Unë mendoj që
nëse ka një problem sot sistemi i drejtësisë, më shumë se sa problem i arkitekturës dhe i ndërtimit të saj apo i legjislacionit që ka ndërtuar, ka të bëjë me e para me kulturën tonë, shtet formuese dhe me kulturën tonë juridike, dhe e dyta me zbatueshmërinë e ligjit, pra me mënyrën se si ne zbatojmë ligjit dhe se sa ndikim ka, le të themi, perceptimet publike dhe publiku mbi drejtsinë. Dhe sa ndikim ka politika mbi drejtsinë. Dhe kur them politika nuk e kam fjalën ke politika e ditës, nuk e kam fjalën ke partitë, sepse nëse ka një gjë që është arritur, le të themi, në këto vite pas reformës, pra 2016, është më duket paktën partitë politike nuk kanë ndikim ke drejtësia e re, por ajo që unë them që politika është pritshmëria e publikut për rezultate, pritshmëria e ndërkombëtarëve për rezultate, pritshmëria e aktorëve politik caktuar për rezultate. Gjitha këto janë presione që në fakt një gjykatër nuk mund të indikojë në vendimarrjen që e ka. A mund të ndërhy një sekond? Patjetër. A nuk është e gabuar kjo të paktën këto ndërkombëtarë që na vinë neve na japin mend këtu dhe shumë mirë bëjnë shikër që i kemi, por unë me sa di për 35 vjetësh që jetoj në Amerikë, drejtësia, gjykatat nuk veprojnë nën presion. Dhe as nuk pyesin për presion. Absolutisht jo. Janë janë aty. Pikërisht prandaj janë aty dhe janë mes. Kushdo qofshin. Prandaj është gjyqtar, prandaj është i tretë, pra i tretë mes palëve. Është pikërisht që mos ti nënshtrohet palëve. Tani ndërkombëtarët absolutisht kanë një ndikim të jashtëzakonshëm pozitiv në përpjekjet tona për ndërtuar shtet dhe përpjekjet tona për të integruar në Bashkimin Evropian. Por nganjëherë dëshira e madhe për të hyrë shpejt ose për të hyrë patjetër në Bashkimin Evropian, që është një dëshirë 35 vjeçare tashmë e jona, duket sikur ndikon edhe ke rezultatet që prodhon drejtësia e re. Pra, pyetja është, a janë rezultatet, statistikat, rezultati që duhet që shqiptarët të kenë, apo ndërkombëtarët të kenë, apo aktorët politikë të kenë që të konsiderojnë që drejtësia po funksionon, apo drejtësia e vërtetë. Unë mendoj që është drejtësia e vërtetë, dhe drejtësia e vërtetë ka një parakush që të funksionojë. Procesit e rregullta ligjore. Nëse nuk ka proces të rregullt ligjor, pra nëse nuk ka garanci kushtetuese, nëse nuk ka rregulla loje të qarta, të cilat nuk shkelen, të cilat respektohen dhe standardet larta europiane, patjetër pastaj kushtet për dhënë drejtësi janë më optimale. Nëse nuk ka proces të rregull ligjor, pra nuk ka rregulla loje, nëse gjykatat sot ose prokurorët nuk zbatojnë rregullat e lojës, sigurisht që nuk mund të ketë drejtësi, sepse nëse ti nuk e vën në kushtet barabarta procesin, në kushte optimale procesin, ku i panderët ketë mundësi të mbrohet, i panderët ketë armë të barabarta, ku provat shqyrtohen në mënyrë të paanshme, sigurisht që nuk ka drejtësi. Dhe prandaj ky është dallimi midis shtetit së drejtës, që ne ke përqafuar me kushtetut pakën që kanë 98, dhe shtetit që lanë para 90-s. Tani nëse flasim për statistika dhe eficiencë, ma more nga goja. Nuk ka Hoxha ka pas statistika të jashtëzakonshme. Shtetet diktatoriale janë shtete super eficiente nga pikpamja edhe drejtësisë. Pra, për eficiencë, dje po lexoja një artikull shumë dramatik diku në një nga këto portale që i ishin hequr të syt dikujt në kotën verit para se sa i përshkatuan. Pra, eficienca në ashpërsi dhe në volum dhe në statistika nuk ka më eficiencë se sa shtetet diktatoriale ti ke Hitlerin që ishte super eficient. Por i çonte që futet në për dhomë gazi dhe e realizonte objektivin e vet politik. Se ky është objektivi vet politik. Tash nëse ne kemi objektiv politik për cilin bijmë gjithë dakord, që të luftohet korrupsioni, kjo nuk do të thotë që ne t'i nxjerrim syt njerëzve, në thonjë za për shkak të këtij objektivi. Jo, ne duhet t'i hapim syt mirë që kufit midis të drejtave dhe lirisë themelore të njeriut mos cënohen as nga gjykata, as nga prokurori, as nga politika, sepse themeli, thot Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, nuk e them unë, e thot populli shqiptar, nëpërmjet Kushtetutës, të drejtë dhe liritë themelore që ndrojnë në themel trendit ton juridik. Siç dikur thonte diktatura proletariatit ishte themeli i jon, sot është liri dhe drejtë themelore të njeriut, se njeriu është i lirë. Pra njeriu është i lirë përveç se çaj shkruhet shprehimisht ndalohet. Ore le të themi, unë jam fajtor. E kam bo një krim, e kam bo një korrupsion. Nuk e dim në këtë.
Pa një vendim gjykatës formës për. Po tashti, po themun. Tashti, po ashtu unë kam dhe kjo që thati, kam dhe të drejtat e mia. Dhe nuk më takon mu që them që unë jam fajtor, po i takon akuzës që të gjej mu fajtor. Dhe këtu po më duket sikur ne po turremi për të realizuar këto që thati ju statistikat, dhe nuk e di kjo vje për shkak ignorancës juridike të këtyre të SPAK-ut apo të BKH-s apo të gjykatave. Sidomos këto dyja, apo vjen si shkak i asaj për të plotësuar dëshira dhe pritshmëritë e popullit, që kthehemi ke gjykatat e popullit kohës komunizmit, dhe për të plotësuar atë pritshmëritë e ndërkombëtarëve. Dhe këtu kam dhe një vërejtje për ndërkombëtarët, që janë politikanë, diplomatë, çdo që të jenë. Këte nuk e bëjnë në vendet e tyre, e bëjnë ke ne. Sepse në vendet e tyre... Pse ky double standard? Jo. Sepse fundit edhe Amerika, edhe Anglia, edhe gjithë perëndimi, ku janë demokraci liberale, nuk e kanë bërë drejtësinë mrena një harku 30 vjeçar, se ju përmendi dje Mark McCartney, që është që 1150-ën, mos gaboj. 1215. 1000, ashtu. Dhe ka qenë një proces shumë i gjatë. Sigurisht, patjetër. Që ka ardhur tash ne, unë e kuptoj që nuk jetojmë një situatë, jetojmë në vitin 2020, po prit, nga vim, çka kulture juridike kemi ne, drejtësie, demokratike, gjitha këto domethënë nuk mund të imponohesh në këtë mënyrë, duhet jetë një proces. Absolutisht. Nëse jam gabim se unë e shihni më. Ke shumë të drejtë që ky është një proces. Absolutisht që ndërkombëtarët bëjnë presion pozitiv, sepse unë e quaj presion pozitiv, faktin që shoqëria jonë duhet shkundet, politika, drejtësia dhe çdo aktor që merret me luftën ndaj korrupsionit, se po marrim këtë fushë sepse kjo është, po themi, fusha më e ndjeshme, se drejtësia nuk lufton vetëm korrupsionin, po patjetër që bëhet ky presion, dhe duhet bërë ky presion. Presioni vetvete nuk është negativ, por kur presioni përkthehet në vendimin gjyqësor, këtu ka një problem. Në vendet e tyre ky nuk kthehet në vendimin gjyqësor domosdoshmërisht. Pra, fakti që ka një perceptim që ka korrupsion të lartë, fakti që ka një dëshirë për ta luftuar me çdo mënyrë, nuk do të thotë që të përkthehet se s'bën në vendime individuale dënimi, përveç se kur ka provat mjaftueshme për te çdo dyshimi të arsyeshëm që dikush dënohet. Pra ne nuk mund të bëjmë kurban për shkak se të themi që ne po luftojmë korrupsionin. Jo. Edhe më fal që të preva, se nuk e harroj kur një gjyq në Amerikë. Shumë gjyqe ka pa, po kjo që ishte në gjithë Amerikën, që e ndiqej live, qovë dhe një provë që e hudh poshtë të gjithë akuzën, sigurisht, se nuk është vërtetuar 100%, duhet të jetë ajo që thotë ju për te çdo dyshimi. Sepse prezumimi pa fajësisë, prezumimi është gjyqi O.J. Simpson që vetëm për dorezën që nuk i rritë doreza, sigurisht. Aty u kap avokati mbrojtës. Sa detyrë ka avokati mbrojtës, por çfarë marrun avokat mbrojtës? Sigurisht, sepse historia njerëzore ka treguar, historia e funksionimit të shtetit ka treguar që shteti është represiv. Shteti ka për natyrë, për shkak të pushtetit të madh që ka, të cënojë lirit dhe drejtat themelore të njeriut, pra të cënojë kufirin që drejta natyrore, por dhe vetë kushtetuta edhe jona ja jep që të funksionojë lirë dhe ndërhyrjet e shtetit duhet të jenë kufizuara, pra duhet të jenë kufizuara nga kush? Nga ligji. Nga ligji. Dhe kjo është baza, është neni 4 i kushtetutës. Pra kushtetuta thotë se ne i marrim kështu si klishe, por ato janë me domethënie se në fund ditës ato nuk janë krijuar nga ne, janë krijuar nga themeluesit e deklaratës pavarësisë amerikane, dhe ne thjesht i marrim dhe i kemi kopjuar. E citoni Dian Shkrim. Po, neni 4 thotë e drejta përbën bazën, pra baza ku mbështetet dhe kufirin e funksionimit të shtetit. Çka do të thonë, pra shteti funksionon vetëm bazuar në ligj dhe kufit e tij janë vetëm ligji. Dhe nëse ti te kalon ligjin, çfarëdo ligji qoftë ai, ti sapo e kthyr në arbitrar. Pra do të thotë që procedura që un kam ngul, që procedura është esenca që thot gjyqtari i njohur amerikan, është esenca e drejtësisë, procedura e drejta procedurale, procesi rregull-ligjor, duar proces, që i thot Strasburgu. Nëse ti nuk respekton, praktikisht je jashtë fushës lojës. Je duke luajtur në një fushë përtej kufive që të ka caktuar kushtetuta. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, pra që ne luftojmë korrupsionin, por ta luftojmë brenda kufive që ligji na ka caktuar. Nëse dalim nga kufit, të njëjtën gjë bën Enver Hoxha.
dilte nga kufit sa herë donte shefi atij. Pse është arbitrar. Jo, ligji kishte ai. Po, ligji kishte ai dhe në zbatim në ligj. Po, kushtetutë kishte ai, bile nga pikpamja formale herë ishin edhe më profesional. Po. Nga çfarë shkruanin, pavarësisht çfarë bënin. Po, në të shkruar, përpiqeshin të ishin më formal. Po, biles unë e di se që pas rastin me ne në 7 kodit procedurës penale për të ardhur kjo që thatë ju, ka qenë shkruajt është ndaluar dhuna fizike dhe psiqike me pandeurin. A e bonin ato pa dyshim. Dhe se pranonin kur dhe sot i keti se pranojnë. Eksakt, pra dhe ne formalisht i kemi, por a zbatohen për ditë? Jo. Unë mendoj që ne jemi në situatë realisht dramatike. Ta shikush në arsyet. Presioni politik është, le themi, shtysa. Presioni politik e kam fjalën gjithmonë për mos u keq kuptuar, presioni për rezultat. Pra presioni i aktorëve, shumë aktorëve që të ketë rezultat. Ana tjetër është me thënë drejtën e kulturë. Unë duhet ta them, ndoshta s'është mirë se unë i përkas e fushë, por duhet ta them që ne vazhdojmë kemi një kulturë bolshevike, juridike. Pra shkolla në thelb politikë, se s'po flasim për politikë, po flasim për drejtësi. Se politikë po në drejtësi, me thënë të vërtetën, shkolla juridike që nga 1947 ka pas gjithmonë ndikim bolshevik. Shka do me thonë që ne vërtet flasim çdo ditë për drejtë dhe liritë themelore të njeriut, por ne nuk i konsiderojmë si tonat, si të mëshiruar, se në fund ditë çfarë është kushtetuta? Kushtetuta është konstitucioni jonë shpirtëror. Nëse ne nuk e ndjejmë si konstitucionin tonë shpirtëror, dhe do dalë aty ke malësia shumë shpejt, ne nuk e zbatojmë dot si tonën, ne thjesht e zbatojmë si një gjë formale, si një klishe. Ndërkohë që për shembull kanuni i Lek Dugaxhinit, në paktën nga zona ku unë vi, ishte kthyer në konstitucion shpirtëror dhe ishte kthyer në shperhi dhe njerëzit e zbatonin, ndoshta edhe pa e ditur fare se çfarë po zbatojnë, se ishte edhe i pashkruar, por e zbatonin se ishte kthyer në sjellje, ishte kthyer në kulturë, ishte kthyer në konstitucion. Dhe po të marrë edhe se çfarë do me thonë kushtetutë në kuptimin e vërtet fjalës. Se ne quajmë një gjë të shkruar, një gjë larg nesh, një gjë që hamon se një tekst është. Ndërkohë që Traktati i Lisbonës, që më besoj, Traktati i Lisbonës që po shkonte në për shtetet ndryshme për të ratifikuar për të kthyer në kushtetutë të Europës. Gjermania rrëzoi me një vendim gjykatës kushtetuese dhe unë, pse është vendim i gjatë, po unë mbaj mend vetëm një rresht, le të themi, që thonë në një pikë caktuar të Traktatit të Lisbonës nuk përputhet me konstitucionin ton kombëtar. Pra, Traktati i Lisbonës shumë i mirë për portugezët, shumë i mirë për francezët, po themi, por konstitucioni ynë kombëtar gjerman nuk e pranon një dispozitë që në këtë moment nuk më vjen në mend. Po të bëj pyetje të manzore. A është ndërtuar sepse ndole ke me sa di unë, Kushtetuta 27-ës që boni Zogu, a me Zogu e bëri kodin civil francez, mos u gaboj, po, francez edhe kodin zvicerian. I kombinoj të dyja duke ja përshtat konstitucionit ton shpirtëror, kulturor. U përpoq. U përpoq. Tani, sot e kemi në këtë lloj kushtetuti që i përshtatet konstitucionit, se kjo është thelbësore në mendimin tim. Ju jeni njëri i fushës që mund ta smërthejnë më mirë. Domethënë, a e kemi ndërtuar në këtë kushtetutë sot mbas konstitucionit tonë shpirtëror, kulturor, apo e kemi ndërtuar si një urdhë nga jashtë? Këto po thoje, pra ne jemi vend që se këtu do kalojmë planin pastaj planin historik e politik të social, po ne jemi vend që kemi një historik gjatë të sundimit nga forca, le të themi, autoritariste. Pra, që nga Osmanët, edhe Zogu autoritarist absolutisht, diktaturë, po ashtu. S'po futem nga 90 se i kemi aktorët akoma në lojë. Dhe vazhdon ajo kulturë. Por kjo kulturë ndoshta na bën që kushtetuta të jetë e parakoshme për ne, në kuptimin e konstitucionit shpirtëror. Pra, ne vërtet mund ta kuptojmë. Por konstitucioni ynë shpirtëror është shtresa mbivendosura në vite dhe në shekuj, të lidhura me çfarë thot kushtetuta. Dhe ne nuk e kemi këtë histori siç e ka Franca 300 vjeçare, nuk e kemi histori siç e ka Anglia 500-600 vjeçare, nuk e kemi këtë histori siç e ka Amerika 350 vjeçare me deklaratë pavarësie. Kemi 30 vjeçare. Ne kemi, le të themi, 30 vjeçare.
kur thash që shkolla ka përfunduar në 47-ën, nuk e kisha fjalën për konstitucionin, kisha fjalën për arsimimin, sepse Zogu ishte i fundit që arsimonte juristët në perëndim. Pra juristët më të mirë të le të themi deri në 47 kanë qenë të arsimuar në perëndim, pjesa tjetër në Moskë apo në vende lindore. Dhe kjo është një Moskë më shumë ti. Po, e kisha fjalën për arsimin, pastaj për konstitucionin ton shpirtëror, konstitucioni ynë është indikuar shumë në këto vite tëra nga kultura autoritariste, kultura lindore, ku futen bolshevizëm, osmanizëm dhe shumë element tjerë. Dhe mund të jetë dhe kjo një arsye që ne i shohim kur flasun drejtë e lirisë themelore një janë më çan këto drejtë lirisë themelore njeriu aman. Ndërkohë që në Francë për një shkelje shumë bazike drejtë e lirisë themelore digjet Parisi. Sepse janë njerëz që e kanë lirinë e tyre në raport me shtetin ose përballjen e tyre me shtetin si një si ekzistenciale. Pra ndërhyrja e shtetit ke liritë e tyre është ekzistenciale. Ne jemi mësuar ta ndërhyjmë liritë tona. Domethënë për të bërë një pyetje intriguese, domethënë Berisha me grupin e vet bë mirë që e djeg kryeministrinë. Po, e djeg për arsye tjera, jo nga ato gjithë arsye, siç e Diogen student për shembull në Paris. Më fal, se tash. Plaren, sa i pavarur është SPAK-u sot në praktikë dhe a ka pas rezultate në luftën kundër korrupsionit dhe cilat janë kufizimet kryesore që has SPAK sot? Tani kjo pyetje është varet si e bën. Pra i pavarur në raport me kë? Në shpytje. Në raport me politikën, sepse që them opinionin tim, ndoshta jam gabim, unë mendoj që SPAK-u po lëviz edhe në klane politike, sikur po godet nga një anë, po toleron nga ana tjetër. Tani mendimi im personal është që SPAK-u po shfrytëzon. Po shfrytëzon në Biles unë shkoj edhe më tej që ka agenda politike, ndoshta me ndërhyrjen e ndërkombëtarëve për të kriju një klasë të re politike, duke rrëzuar një klasë. Të nuk mund ta them sot. E kuptoj çfarë po them. Dhe mendoj unë sepse ne kemi vërtetuar gjithë jetën procese ndryshimet artificiale të kopjume që për të ardhur nga konstitucioni shpirtëror dhe kulturor jon, gjithmonë na kanë çuar ne më keq, duke filluar që me 47-ën që thash, edhe me 90-ën mrapa, pra ne nuk po jemi në gjendje akoma që të krijojmë një profit tonin. Patjetër, sepse një veprim ose ta them më thjesht, unë rregullat shpitime nuk mund t'i bëj si rregull që ketin shpitate. Se ti ke tjetër kulturë, tjetër qasje, tjetër duhet përshtatën. Po. Duhet përshtatën, po sigurisht. Se dia po më kupton. Jo, është shumë i qartë, por nuk e them dot këtë, se s'është se kam prova le të themi që SPAK-u ka një agjendë për të ndryshuar kastën politike, nuk është e pa imagjinueshme, sepse nuk është se s'ka ndodhur ka ndodhur në Rumani, ka ndodhur në Kroaci. Po, në Bullgari, në Kroaci, në Rumani, pra ka ndodhur. Po dhe mrapa ka rezultuar si dështim, ë? Po sepse dy padrejtësi nuk bëjnë një drejtësi. Faleminderit. Pra dy padrejtësi bëjnë dy padrejtësi. Në këtë kuptim nuk mund të riparosh një padrejtësi me një padrejtësi të re. Me një padrejtësi të re. Sepse bëhen dy padrejtësi. Po unë nuk e them dot që ka një agjendë të kësaj natyre. Po ajo që unë mund të them, sepse besoj kam të mjaftueshme argumentet dhe informacionet, është që SPAK-u po lëviz nëpër turbullirat politike dhe paqartësitë politike për të bërë statistika. Pra, fakti që politikanët godasin njëri tjetrin, akuzojnë njëri tjetrin në ajër apo me prova, nuk ka rëndësi, apo hedhin vrerë ndaj njëri tjetrit dhe nuk bëhen bashkë për ca qëllime të caktuara shtetërore që kanë lidhje me shtetin, nuk kanë lidhje me partinë, po kanë lidhje me shtetin që do e përdorin parti tjera e udhëheqësa të tjerë, shfrytëzohet kjo dobësi e politikës, shfrytëzohet edhe nga institucione si SPAK-u, mendoj unë, për të bërë statistika. Duke bërë le të themi numra, fiton imazh, fiton reputacion, që unë mendoj që është i përkohshëm, sepse do vijë një moment që do vlerësohen statistikat, do shihen statistikat. Do vijë një moment që gjitha këto statistikat do përballen në Strasburg. Dhe pastaj do shihet pastaj do shihet nota e vërtet e statistikave.
Dhe unë kam qenë një gjyq bile në para se të bësha deputet, pra në mos gaboj në vitin 2019, në vitin 2022 në gjykata apelit, dhe kjo fjali ka qenë në gjykata apelit, i kanë thënë brava për çfarë keni bërë nderuar prokuror, ndërkohë që unë isha përballë atyre, por ajo që është rëndësishme dhe ju ta mbani mend është që reputacioni juaj, imazhi juaj dhe institucioni që ju përfaqësoni do varet nga cilësia e vendimeve që merrni. Nëse cilësia e vendimeve, se nuk mjafton të bëhen vendime, nuk mjafton të bëhen akuza, por akuzat do të jenë me bazë. Nëse nuk do bëni të tillë, do të vijë një moment që do ju dali imazhi i vërtetë dhe do rrënoni besimin e gjithë institucionit dhe gjithë drejtësisë. Sepse e vërteta është nëse bie imazhi i një institucioni kaq të investuar nga gjithë, do bie imazhi dhe gjykata dhe prokurorive të tjerë. Sepse besimi i madh është që institucion që është investuar nga gjithë, pra është investuar nga qytetarët në ndërkombëtarët me financa, ndërkombëtarët me këshilla, nga qeveria shqiptare, pafund para, infrastrukturë dhe mbështetje politike, pra dhe mbështetje publike. Dhe nëse bie imazhi, siç shumë dhe unë mendoj që ka filluar të bie imazhi. Po sepse shumë veprime duken qartë, siç është rasti që un kam në rastin e Veliajt, shumë veprimtari të tilla e dëmtojnë imazhin, se unë nuk e kuptoj se çfarë problemi ka një gjykatë që të njohë me aktet panderit. Them që aty publicitet. Në zemër të Korçës, një diamant i rrallë shkëlqen në kurorën e trashëgimisë, kulturës dhe serenatave, Villa Ebel. Një vend ku eleganca takon historinë, ku shija bëhet përvojë dhe çdo detaj flet me finesë. Qoftë për një drekë të veçantë, një darkë romantike apo një natë që nuk harrohet kurrë. Nëse vjen në Korçë dhe nuk ndalon te Villa Ebel, ke humbur një pjesë të magjisë së saj. Villa Ebel është një dhe mbetet e vetme. Ju përmendët rastin Veliaj, edhe ju po merreni me këtë çështje. Flitet që janë shkel procedurat. Dhe unë kam nga burime. Jo flitet, po ja ku e ke burimin origjinal. Po them flitet. Tash ti ta konfirmoj unë. Po, flitet që janë shkel procedurat. Edhe për raste të tjera, edhe për Ilir Metën, edhe për tjerë. Me sa di unë, vetëm shkelja procedurave, po të ke shkelja procedurave dhe shkon Strasburg, e pushon çështjen dhe ti del jashtë. Ti përtar ke ajo që thatë ju që do të uli imazhin, po edhe shteti do të kthej paret ke gjithë njerëz, domethënë është argjime. Një. E dyta, janë bërë arrestimet pa këtë e kam burim kështu të sigurt fare, si rasti ati Dako si e ka Damo si e ka Damo. Janë bërë me gjithë këtë që ishte kryetari Spakut, janë bërë arrestimet pa bë një hetim të thellë dhe të plot për akuzën. Pra, të arrestoj, pastaj zbërthejmë akuzën. Pa akuzuar, madje. Pa akuzuar, madje. Edhe rëndëli, kështu që. Po. Pa akuzë. Pa akuzë. Kjo, me sa di unë, është shkelje e procedurave. A kemi të bëjmë këtu me një ignorancë juridike të këtyre njerëzve? A kemi të bëjmë këtu me kompromentim? A kemi të bëjmë këtu me paaftësi? Apo kemi të bëjmë këtu me inate personale? Apo për të plotësuar hatret e një klani apo një klani tjetër politik? Mund të jenë dhe gjitha bashkë. Okay. Fjala për ty. Pra, mund të jenë edhe ose, mund të jenë edhe, se gjitha bashkë. Pra, madje kur bëhen gjitha bashkë, pastaj është 4 urë fare. 4 urë, siç nuk janë pak çështje që kanë ndodhur. Absolutisht që ka shkelje edhe situata është, me të thënë drejtën, se duhet jemi sinqert, po është dramatike në këtë aspekt. Në aspektin e standardeve të procesit rregull ligjor, pra dua proces, është dramatike. Unë shoh dhe në gjyq, është fryma apo ndjesia është që të veprojmë shpejt, bëjmë shpejt gjërat. Unë nuk kuptoj se çka ka këtu shpejtësia. Nëse ka një subjekt i cili dëmtohet nga zgjatja e procesit, është i akuzuar ai që është në burg. Po sepse të qëndrojë më gjatë në burg.
dëmi koste më e lartë për të zgjatur një proces është ndaj atij që është në burg. Ndërkohë që këtu ka si ta shpjegoj më qartë, zbërgjej fjalën, një ethe për të vijuar me shpejtësi, ndërkohë që një gjyqtar do të jetë shumë i sigurt që palët e njohin që është me detaje, sepse ai duhet të jetë i parë interesuar që t'i dëgjojë të dy palët të përgatitura dhe të dëgjojë çdo lloj argumenti shterrues nga të dy palët, sepse kontradiktoriteti është thelbi i gjykimit. Pra kontradita e palëve është parim kushtetues i të funksionuarit gjykimit. Nëse ti njërin palë ke pa duar, pa këmbë, pa sy, dhe tjetrën e ke me duar me gjitha instrumentat, sigurisht që ti s'bën gjykim barabartë. Pra nuk ka barazi palësh, nuk ka barazi armësh. Dhe nxitimi vetvete, apo siç ishte rasti i gjykimit paraprak, që është gjykimi tim është skandaloz. Domethënë si mund bëhet gjykimi pa i dhënë mundësinë të mbrojtjes për të mbrojtur. Pra pa i dhënë aktet të pandehurit, ti mbyll gjykimin. Vetëm duke shkelë rënd procedurën. Prandaj ne kemi quajtur gjykatë kushtetuese. Po që këtu është absolutisht pra. Dhe ky nxitim shumë thjesht i shkon në kujdo, jo vetëm mua si avokat i çështjes. Pse? Pse gjithë ky nxitim? Kush fiton nga nxitimi i një çështje me rëndësi dhe me një interes të jashtëzakonshëm publik, sepse ne nuk duhet të harrojmë në asnjë moment dhe fatkeqësisht gjykatët të harrojnë aty që po gjykohet kryetari i bashkisë në detyrë, pra nuk po gjykohet thjesht qytetar, po gjykohet kryeqytetari i Tiranës. Dhe interesi është i zgjedhur. Absolutisht i zgjedhur. Dhe interesi është që ta gjithë qytetarët e Tiranës duhet dinë, ore kë kemi zgjedhur në krye të bashkisë. Kemi zgjedhur një person i cili vërtet ka qenë i korruptuar apo një person pafajshëm. Dhe gjykata duhet garantoje që qytetarët e Tiranës të jenë të qartë. Ne sot kemi depozituar një kërkesë për ta bërë me kamera live. Gjyqin. Patjetër, se ne jemi të interesuar që qytetarët të gjojnë. Ta dinë tani kush është ai subjekt që është i pa interesuar që qytetarët tani gjën vetëm ata që mund të kenë gabuar. Dhe një tjetër koncept e sollët ju më thatë pardje, që drejtësia këtu ke ne, SPAK-u sidomos, me BK-n, paragjykon një zyrtar sepse ti ke qenë këtë zyrë shtetit dhe automatikisht je i korruptuar. Kjo është shumë e rëndë. Është shumë e rëndë dhe është e bukur sepse është përmbysh koncepti që në kohët Greqisë lashtë ka qenë që një zgjedhër publik, një personazh përfaqësues, sigurisht që është më pak i rrezikshëm publikisht, sepse i është dhënë një besim. I është dhënë qelësat e qytetit në rastin konkret. Në rëndëlisje janë dhënë qelësat e qytetit. Pa prezumimi ligjor, madje do të them edhe një gjë shumë interesante tjetër, po prezumimi ligjor është që një zgjedhur, një zyrtar është më pak i rrezikshëm se çdo qytetar tjetër, sepse janë mbledhur disa qytetarë për të zgjedhur këtë. Na përhajde na përfaqësoti ne. Dhe ne po t'japim qelësat e qytetit, po t'japim qelësat e qeverisë, po t'japim qelësat e ministrisë, në emrin ton puno. Tani edhe SPAK-u vet, pra ata e zyrtar vet, tani si bie që prokurori që heton tjerë është më i rrezikshëm? Jo, prezumimi ligjor është që prokurori është njëri i ligjit. Vetëm kur të provohet e kundërta, me prova të pakundërshtueshme që ky është i rrezikshëm. Por tani është përmbysur thjesht fakti që ti je një zyrtar në caktimin e masave të sigurisë, gjykatat vlerësojnë që vetë thot pozicioni i rëndësishëm dhe me ndikim që ka përbën rrezik për pa as i provë se çfarë veprimi konkret ka bërë ky zyrtari që dëmton provat. Madje shkojnë, se është interesant, shkon SPAK-u në rastin e zotit Velie deri në pikën që godet drejt për drejt me fjali duke thënë që vetë pozicioni i zgjedhur është rrezik për hetimin. Pra vetë pozicioni i zgjedhur është rrezik për hetimin. Ky është sulm ndaj pozicioneve të zgjedhura në mënyrë demokratike. Kjo është sulm ndaj demokracisë. Pra të thuash. Jo skandal, kjo tamam sulm ndaj demokracisë. Po të thuash tekstualisht është në ankimin që ka në prapësimin që ka bërë SPAK-u apo dy prokurorët e SPAK-ut në sakt, jo SPAK-u, se si ka bërë. Da, do edhe ky. Dy prokurorët e SPAK-ut kanë bërë në prapësimin gjykatë kushtetuese, duke thënë që vetë pozicioni i tij është rrezik, pra ushtrimi i atributeve demokratike është sulm ndaj hetimit. Si e quajë këtë ignorancë apo ky mund të jetë bashkimi shumë elementëve. Po
Jo vetëm. Ju thot një gjë që për këtë ankesën që ka bëu që ja kanë kthy dukesh. Nga tjetër informacion dhe është dhe publik, Këshillit të Evropës, se nuk e di sakt, kanë ardhur deri në gjykatë lartë dhe kërkojnë llogari si ka mundësi që t'jenë më shumë dënuar, nuk po të citoj këtu se ka thonë Rama, po e kanë thënë ato dhe i kanë ardhur. Si ka mundësi, domethënë është alarmante që të ketë më shumë para të burgosur se të dënuar. Absolutisht. Një. E dyta, për këto rastet që po flasim, kanë thënë i keni konsumuar, pse s'keni konsumuar atë detyrimin e paraqitjes, ndaljen jashtë. Masat e tjera alternative. Masat e tjera alternative dhe keni shkuar, keni konsumu këto që keni ardhur kjo rrezikshmëri, çfarë rrezikshmërie ka pas këtë vit deri këtu. Gjitha këto do të kthehen nesër në Strasburg. Si janë kthyer, kemi 3 raste. Po, dhe unë mendoj nga eksperienca vetë me Strasburgun, këto çështje spaku do të pushohen. Dhe ku do të shkojnë këto prokurorë, pastaj dikush do të japet llogari. Ku do të shkojë ky spak? Dhe për të ardhur këtu, si shihni bashkëpunimin e BKH-s me spakun dhe a është në pritshmërinë e standardeve ndërkombëtare kjo për këtë që ne po bisedojmë tash? Du të ndajmë dy gjëra. Një, masat e sigurimit me procesin rregull ligjor gjatë gjykimit. Pra masat e sigurimit është masë e cila përdoret nga prokurori i gjykata për të mbrojtur hetimin në zhvillim. Pra hetimi në zhvillim mbrohet kur gjykohet, vlerësohet se një subjekt është i rrezikshëm, mund të largohet, mund dëmtojë provat, mund të helmojë pra hetimin, përdoren masat e sigurimit. Masa e sigurimit nuk është arresti në burg, nuk është vetëm arresti në burg pa afat, po ka një sër masash tjera. Problemi tek ne është se për të kthyer tek statistikat, presioni statistikëve gjykoj unë. S'po futem ke ignoranca, paaftësia, ke këto, po presioni statistikave na bën që të shkojmë tek arresti burg më shumë se sa si nevojë për të mbrojtur hetimin, si nevojë për të paragjykuar procesin dhe për ta shpallë fajtor akoma pa u hap loja. Pra pa fillu loja, ti e arreston atë, edhe sa po ke kriju perceptimin, se ti besoj bie dakord me mua që po u fut në burg dikush, pra pa hekurave, është në burg është fajtor. Pra perceptimi publik, në momentin që futet dikush në burg, ai është fajtor. Dhe ky perceptim përdoret në mënyrë hileçare nga prokuroria për të fituar ndeshjen pa filluar akoma loja. Dhe sepse e krijon këtë perceptim, vë edhe gjykatën presion, se ku do të anullohet ndeshja pastaj? Kur të anullohet në Strasburg. Po. Sigurisht pastaj, po shumë pas shumë viteve. Dhe dëmi është bërë, reputacioni është dëmtuar, imazhi është dëmtuar, familja është dëmtuar. Dhe dëmet janë shumë të rënda dhe nuk e mendojnë aty, se po ta mendojnë aty, nuk e bëjnë fare. Nuk kanë këndëzitim. Jo, nuk e kanë të thonë mbas shumë vitesh, po unë mendoj që ky është më shumë lëvizje ileçare sepse çfarë i duhet dikujt se e lë klientin tim. Ilir Meta. Mbas u bë, duket se ka bërë 20 muaj. Po. Çfarë rreziku për të helmuar hetimin e tij ka Ilir Meta sot? Pse duhet të qëndrojë në burg? Në fund ditës unë jam ndër kritikët më të mëdha të tij, kur ka qenë në pozicionin e presidentit. Pozicionin e presidentit kanë qenë ndër kritikët më të mëdha të tij, më të mëdha. Kam qenë ndër kritikët e tij se s'ka se kanë bënë matje, por kam qenë ndër kritikët e tij, por ai ka qenë presidenti ynë dhe ti nuk mund ta denigrosh në këtë pikë. Do të kesh një sens dinjitet shtetit. Eksakt, pra do të kesh një sens. Jo për Ilir Metën, e kam thënë këtë për dinjitet shtetit. Mund trajtohet një s'ka fare lidhje me Ilir Metën, ka qenë presidenti im. Unë s'kam votuar Ilir Metën, po ka qenë presidenti im. S'kam votuar kurrë Ilir Metën, po ai ka qenë presidenti im, pra është presidenti i Republikës së Shqipërisë. Dhe ti 20 muaj nuk mund ta mbajsh. Okej, hajde 3-4 muaj se ndoshta ke pas një dyshim se mund të helmonte, por tani ti mlodhe provat, e çove edhe në gjyq, që ka quar në gjyq themeli, por çfarë mban në burg? Por çfarë rrim në burg ai njeri? Por çfarë rrim në burg kryetari i Bashkisë Tiranës është në detyrë. Kryetari i Bashkisë Tiranës ndalohet të ushtroje detyrën. Ore ke lënë Tiranën pa stru, ke lënë punë të Tiranës. 300 milion euro janë transferuar nga viti buxhetor 2025-2026 sepse ishte në pamundësi kapacitet për i shpenzuar bashkia. Janë transferuar, pra 300 milion na janë marrë nga xhepat tanë dhe nuk ka sharrit për të shpenzuar brenda vitit buxhetor të parashikuar. Për punët e bashkisë.
sepse nuk ka kapacitete për t'i shpenzuar, nuk firmosin njerëz dhe nuk ka udhëhec. Më fal, kjo që thatë nuk firmosin, kjo ka paralizuar dhe administratën. Patjetër. Qoftë shtetërore, qoftë lokale. Patjetër. Nuk merr dot një letër, nuk firmos dot. Tek rasti i bashkisë është evident, sepse kryetari i bashkisë nuk është detyrë, dhe sigurisht se s'ka kryetar bashkie në detyrë, është gati e pamundur që të funksionojë në atë mënyrë për cilën kushtetuta dhe ligji ka parashikuar që të zgjidhet, sepse e ka përcaktuar me zgjedhje. Pse e ka parashikuar që të dalin 1 milion e ca veta të votojnë. Atëherë për çfarë dalin votojmë nëse ne mund ta marrin nesër një prokuror tjetër? Ne do votojmë përsëri dhe deli prokuror dhe na heq nga detyra dhe praktikisht tu i bie që ne votojmë kot. Sepse këtu një vendim prokurori i gjyqtarit heq të drejtën e të zgjedhurit në terma praktik. Ndole ke ajo çka ndodhi me Ballukun. A mendon se këmbgulja e kryeministit Rama për të shkarkuar Ballukun ndoshta politikisht për të mos e shkarkuar, apo për të shkarkuar? Jo, këto kërkonin që ta shkarkonte. Po pra, për mos ta shkarkuar. Po, ai nuk refuzoi që ta shkarkoj. Ndoshta politikisht e rëndoi Ramën, por në anën tjetër andaloi Rama një precedent që do të krijohet shumë i rënd, që atëherë prokuroria mund shkarkonte gjithë qeverinë. Kishte precedent për shkarku X-in, Y-in, se kështu mendoj. Sigurisht, unë mendoj që ishte e vetmja rrugë që kishte kryeministri i vendit. Pra, nuk kishte zgjidhje tjetër, sepse u vendos para faktit kryer. Pra, nuk është se ju mor mendimi se ata pezullojnë me vendim apo jo, vendim gjykate. Thjesht i quajnë vendimin për ekzekutim. Dhe në këto kushte, kryeministri duhet mbronte pushtetin e vet, jo pushtetin personal, pushtetin ekzekutiv. E kam fjalën për pushtetin kushtetues, jo pushtetin individual. Pushtetin ekzekutiv. Pushtetin ekzekutiv duhet ta mbronte, patjetër që duhet ta mbronte. Dhe si e mbrojtje? Nuk është mbrojtje duke quar një ankim në sekretariatin e Partisë Socialiste. E çon gjykat kushtetuese. Prap në pushtet gjyqësor e çoj. Po, prap në mënyrë institucionale për të qenë realist dhe për të qenë sinqert, kryeministri i vendit është sjell në mënyrë shtetare, si shtetar, me qetësi, në një nxitim që unë se kuptova pse vinte në prokurori. Pse duhet kishte kaq nxitim për të pezulluar një ministër? Kur ndërkohë shkon me kërkesë direkt në parlament, dhe i kërkoi parlamentit. Kërkoi parlamentit edhe pezullimin nga detyra, mund t'ia kërkosh edhe arrestimin. Po edhe arrestimin. Pra, edhe shkon kuvend dhe vëru në dispozicion kuvend me gjithë argumentat që ti ke, madje edhe publik, përveç atyre që janë sekret hetimor, që dalësh të tregosh që ti ke bërë hetim serioz, ke bërë hetim profesional, ke bërë hetim pa anshëm, dhe të bindesh kuvend, po të bindesh edhe publikun që ai meriton që mos jetë në detyrë. Po kjo bërja fakt kryer me ndhom këshillimi të mbyllur, pezullimi një antarit të qeverisë shqiptare, pavarësisht emrit. Nuk ka rëndësi fare emri. Kjo tregon që kjo është një sulm ndaj qeverisë shqiptare, nuk është një sulm ndaj një ministri. Është sulm ndaj qeverisë, sepse ai mund të pezullojë nesër 7 ministra. Po. Mund të pezullojë kryeministrin, kryeministri s'ka asnjë gjë të ndryshme nga një ministër. Zero. Pra, të njëjtin imunitet që ka i ministri, ka dhe kryeministri. Ai pezullon kryeministrin. Pra, me terma folklorik të rroft, i rroft parlament që voton kryeministra, i rroft populli i Tiranës që voton, se ta heq nga detyra kryetari i bashkisë, ta heq kryetari nga detyra. Si ka mundësi njerëzit e drejtësisë që duhet i njohin më mirë se kushdo marrëdhënien e këtyre ligjeve dhe të institucioneve, shkojnë dhe bëjnë këto gafa që unë që jam një njeri profan në nxitimi për rezultat. Nxitimi, po çan nxitimi për rezultat se po të kthehet në bumerang. Sepse nuk e kanë, mendoj unë, nuk e kanë këtë përgjegjësinë ose ndjenjën e përgjegjësisë për të tërën. Pra ndjenjën e përgjegjësisë për gjithë sistemin, se si po shkon sistemi, secili shef atë kërkesën e vet, atë rastin e vet, dhe nuk shef për te në kohë se çfarë do ndodhi me këto rastet kur të bëhen bashkë, se duke parë secili rastin dhe pa parë gjën e madhe se si po shkon sistemi, rrezikon të krijosh këtë imazh që fatkeqësisht ndoshta ka filluar të krijohet. Por nëse ti punon dhe ecën me sensin dhe me frymën kushtetuese pa nxitime, sigurisht pastaj krijon një ide, një institucion i cili godet, por godet në mënyrë profesionale.
Pra ne kemi krijuar një gjykatë posaçme apo një prokurori posaçme, jo për të shpik rregullat posaçme, po për vepruar me të njëjtat rregulla në mënyrë të posaçme. Pra të kenë vëmendjen e posaçme, të kenë profesionalizëm posaçëm dhe të godasin në mënyrë të posaçme, po pa ndryshuar rregullat, se Kodi i Procedurës Penale s'ka ndryshuar. Ja. Kodi i Procedurës Penale është një lloj si për Spakun, si për Prokurorinë e Tiranës apo Prokurorinë e Pogradecit. Kështu që fakti që Kodi i Procedurës Penale interpretohet ndrysh në këto të posaçmet, i bie që pas kemi kod posaçëm për këta dhe kod tjetër normal për këta tjerë. Kjo prokuroria posaçme me vende të tjera është krijuar për emergjencë. Jo, në fakt, kjo s'kesh kuptim, nuk është krijuar për emergjencë, është krijuar për specifik, pra për mënyrë të posaçme, po jo për emergjencë. A ka një afat saktuar se këtu po dublojmë? Është pa afat. Pa afat, a? Prokurorët janë me afat, individualisht. Kurse institucioni jo, institucioni është pa afat. Atëherë, si e shikoni në 5-10 vitet e ardhshme reformën drejtësie dhe bashkë me këtë institucionet e drejtësisë që këtu më kryesorët janë Spaku dhe BKH-ja? Unë deri tani fola për standardet që respektohen, por nuk fola fare për institucionet e qeverisjes së drejtësisë, që janë në mos aq të rëndësishme, më të rëndësishme se sa vetë puna e përditshme e prokurorëve. Sepse ndoshta këto standarde nuk do ishin ekzekutuar në këtë nivel të ulët, nëse institucionet e qeverisjes gjyqësore do të kishin funksionuar ashtu siç kushtetuta ja u jep mundësinë. Që do të thotë marr një shembull. Inspektori i lartë i drejtësisë, ja din emrin? Ja. Fakti që ti s'ja din emrin, ky është një gjë shumë shqetësuese. Sepse tregon që ka fjet gjumë, po gjumë thellë, kështu me gërhima. Ndërkohë që ai është aty për qenë në çdo sekond, në çdo moment ku prokurori dhe gjykata e shkel ligjin. Ai është aty për inspektim, pra quhet inspektori i lartë i drejtësisë. Është për të inspektuar, ndërkohë që e shoh në disa dalje publike dhe flet ka temë diskutimi pavarësinë e gjyqësorit. Që duhet inspektori i lartë i drejtësisë pavarësia e gjyqësorit? Inspektori i lartë i drejtësisë nuk është për pavarësinë e gjyqësorit. Është për të kontrolluar. Është për kontrollu gjyqësorin. Dhe ai duhet të jetë aty ditë për ditë dhe të shikojë çdo shkelje të ligjit. E dini ju që inspektori i lartë i drejtësisë nuk arkivon 70% të kërkesave? 70% kërkesa. Kemi rastin e prokurorit zotit Veliej. Zoti Veliej ka bërë një padi, thotë prokurori nuk plotson kriteret, nuk është prokuror. Në një vend. Te kisha dhënë shkrimon. Në një vend demokratik, në një vend shtetit të drejtës, kjo do të trondiste gjithë sistemin politik, gjyqësor dhe legjislativ. A ke dëgjuar të nditën një njëri? Ja. Në nga këto institucione, madje unë e kisha në gjyq KLP-n. KLP-ja thonte Këshilli i lartë i prokurorisë, që duhet të jetë garant që asnjë prokuror nuk duhet të jetë jashtë kriterëve të miratuar në ligj. Aty thonte zoti Veliej nuk legitimohet. Pra merre me procedurën e zotit Veliej, nuk merre me thelmin që ke një prokuror që mund të arrestojë njerëz, por që s'është prokuror. Bravo. Tash ky nuk ka magjistraturën dhe ky mbas gjitha këtyre, procedurave, ky nuk ka të drejtë të veshit tokën e prokurorit, mendojnë. Sipas ligjit jo. Po, ajo që thatë ju një rast në prendim aku, do t'ja heki gjyqtari direkt tokën e prokurorit që të jashtë. Këtë kemi kërkuar. Pra, po si e shpjegojnë më zotni se kjo s'do t'jetë shkencar për këtë. Unë se shpjegoj dot. Kur arrita se këto janë ç'është ligji, common sense është. Sigurisht po është. Ore, o je prokuror ose je prokuror. Nuk mund të jesh gjysmë. Tani, o je ose je, si je bazë kriterëve të ligjit. Ligji thotë se kjo është një problem me kolegët vet. Pra, më fal ai që ka marrë magjistraturën, që e kanë heqë nga vetingu. Thotë unë kam marrë magjistraturën, më ka heqë dhe vetingu, madje, ky s'ka as magjistraturën, as kriteret posaçme dhe s'e ka heqë nga vetingu. Ku është vetingu? Bipo është vetingu. Pra, ideja është se kjo është një gjë tash po kuptoj që ju keni drejt kur thoni gjendja është e rëndë. Është dramatike. Dramatike. Edhe po të them këtë se ndonjëherë është më e rëndësishme se jo çdo sigurisht nuk ka perfeksion. Edhe sisteme shumë të avancuara drejtësie kanë probleme. Por ka një gjë. Reagon ndaj problemit. Nëse problemi evidentohet, sistemi është reagues dhe kjo është tregues i pjekurisë së funksionimit të shtetit.
Pra, aftësia për të reaguar, tregus I pjekurisë. Ne kemi problem, madh nuk ka reagim, nuk reagon. Unë kam përfaqësuar se në KLP-s në gjyq e cila nuk është shqetësuar, nuk është e zverdhur, nuk është e nethe se si ka mundësi na ka shpëtuar kjo gjëje. Si ka mundësi që është një prokuror në sistem I cili mund të arrestojë njerëz nesër, mund të bëhet dëm të rënda ke drejtat e lirisë themelore të njeriut sepse ai të heq gjën më të shenjtë lirinë. Ore nesër me të ardh një po themi si inspektim I lartë nga Europa I drejtësisë, tash kërkon këtë si prokuror këtë I bin gjitha çështjet gjyqësore normalisht. Po kjo është çështje më e vogël, po çështja është çfarë po bën nesër, si ka mundësi ti nuk reagon. Mirë ç'a ndodhi, hiku. Po nesër do e lësh prap, pra do vazhdojë ky të bëhet njëjtë detyrë dhe ti mos skuqesh as mos verdhesh. Dhe kjo është gjë e rëndë shumë, domethënë mendoj se edhe në shtetin diktaturës kur I qoshe I letër Enver Hoxhës një farë reagimi e bënte. Po. E kupton, reagonte. O sekretari I tij dikush reagonte. Po kjo mos reagimi, kjo është një korporatizëm shumë shkaktues dëmbërës. Pra është korporatizëm, hajde të mbrojmë shokun, hajde të mbrojmë sistemin në funksion të kujt? Funksion të kujt? Për kë? Më falë ti je për qytetar të Republikës së Shqipërisë, ti nuk është prona jote. Secili prej atyre zyrtarëve, a edhe unë, kur kam qenë zyrtar, unë punohej për Republikën e Shqipërisë, për qytetarët e vendit. Dhe këtë përgjegjësi duket sikur nuk e kanë. Tash ti, për ta mbyllur pyetja fundit. That një gjë me të vërtetë dhe shumë shqetësuese për mua. Ne kemi një kulturë që në pozicionet publike ne I quajmë si pozicione private. Dhe këtu është handicapi ajo sakatliku, sepse s'kam qejf të flas gjuhë huaj, sakatliku më I madh I kulturës tonë shtetërore. Pse ndodh kjo dhe pse ne nuk arrim të krijojmë një kulturë tjetër? Se tash janë pak, po nuk janë dhe pak fare 35 vjet që ne akoma ajo që thatë ju kemi një mendësi bolshevike ose beraktari, feudo-beraktare në shtet. Kjo është pyetje e vështirë shumë, kjo që bën, sepse ka ndërthurje shumë elemente, ndërthurje historike, kulturore, sociale, arsimore. Por unë mendoj që ne nuk e kemi përgjegjësinë, ne nuk jemi mësuar me përgjegjësi politike. Pra me përgjegjësi, se kur them përgjegjësi politike do thotë aftësia për të mbajtur mbi shpatulla peshën që e besimit që t'i japin qytetarët. Pra dhe ne fatkeqësisht e keq përdorim shpesh duke konsideruar si një gjë jo të merituar, po një gjë sigur trashëguar, pra sigur është e shtëpisë. Tani kjo ka bile kemi edhe një lloj arrogancë. Po kjo pastaj përkthehet njëherë në arrogancë sepse duke kuptuar veten sikur është e imja, patjetër që pastaj do kthehet në arrogancë. Dhe fatkeqësisht kjo është në çdo aspekt të shtetit shqiptar. Unë do thoja që kur shef këto element tjerë të shtetit, me thënë drejtën, qeveria ka më pak. Qeveria flas pjesa politike, sepse në fund ditës e ka një përgjegjësi të shkojnë njëherë në 4 vjet tek qytetarët. Ka një ballafaqim direkt. Ka një ballafaqim të fortë, por kur shoh mungesën e përgjegjësisë politike ke prokurorët dhe gjyqtarët, kur them politike, kam gjithmonë mos keq kuptohem se kam me partia me zgjedhje. E kam aftësia që ti ke për të mbajtur mbi shpatulla barrën e shtetit. Dhe kjo është përgjegjësia, se po të kesh përgjegjësi politike, sigurisht nuk bë gabime, sepse nuk merr gjumi natën, se mos kam gabuar, se mos e kam rënë qafë dikujt, se mos kam shkel ligjin. Duke mos e pas të përgjegjësi, sigurisht fle gjumë, sepse administrata shtetërore është më përballë me publikun për dishmëri, kurse po ta shohësh kritikohet shumë. Po është konkrete me rrugët, me këtë me është në syt mediave, pra syt mediave nuk ka media që nuk godet qeverinë. Domethënë kush çohet më herët mëngjes, godet qeverinë në çdo lloj celule të vet. Ndërkohë që
drejtësia për një arsye apo një tjetër nuk goditet në të njëjtin nivel siç goditet qeveria. Sigurisht edhe për masat e kontaktit me qytetarët e qeverisë shumë i madh, por ama nuk goditet në atë formë sa goditet qeveria. Pra, goditja, vëzhgimi, transparenca, zgjedhjet janë elementë cilët ndikojnë në rritjen e përgjegjësisë. A është nivelin e duhur në qeveri? Jo, s'është nivelin e duhur, patjetër, por ama kur ka krahaso me këto institucione qeverisëse të pushtetit tjetër, ata janë gjumë komplet. Pra, thash, ai po gërret njëri nga drejtuesit kryesor të institucioneve qeverisës së drejtësisë, po gërret. Ramën mund ta shash për gjithçka, po vetëm se gërret nuk e shan dot. Ja. Kështu që në këtë kuptim, kryetari i KLG-s, kryetari i KLP-s edhe drejtuesit inspektorit lart janë drejtuesit, janë kryeministrat e pushtetit gjyqësor. Ja u di emrat. Absolutisht, ja biles mbona interesante kërkoj Ky është një problem i madh. Fakti që se u di emrat. Lorent, ka qenë nga bisedat më interesante për një viti e 2 muaj me podcastin. Faleminderit shumë, edhe për mua po ashtu.